Kryeministri Mickoski nuk heq nga qëndrimi i tij se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese pa garanci të qarta. Promovohet nisma e Shkupit. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe bëri thirrje për bashkimin e forcave progresive nga rajoni. Rreth 15.000 maturant nisin maturën shtetërore sipas konceptit të ri. Ministria tha se në nxënësve u mundsohet qasje më e drejtë në vlerësim. Rruga nga Saraj në Rashqe është shndruar në deponi. Kryetari i komunës paralajmëron ndërtimin e objekteve industriale. Të nderuar shikues, përshëndetje. As vizita e fundit e kryetarit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Shkupe, as samiti e Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Tivat të Malit të Zi, nuk ka zbutur qëndrimet e kryeministrit Christian Mickoski se përket ndryshimeve kushtetuese. Një ditë pas këtij samiti, Mickoski e përsëriti qëndrimin se derisa është kryeministër nuk do të ketë ndryshime kushtetuese pa garanca nga Bullgaria, pra se ky vend nuk do të ketë kërkesa të tjera ndaj Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Christian Mickoski deklaroi sot se ndryshimet kushtetuese janë kusht që i ka pranuar qeveria paraprake, por se ai nuk do t'i pranojë në asnjë mënyrë pa marrë garanca të qarta. Ai tha se për këtë çështje ka diskutuar edhe në takimet me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe theksoi se që të dy kanë treguar mirëkuptim për pozicionet e Maqedonisë së Veriut. Kryeministri pret që në periudhën vijuese të ketë bisedime të intensifikuara për këtë temë. Додека сум јас председател на владата, нема никогаш да поддржам уставни измени. Derisa jam unë kryeministër, nuk do të mbështes kurrë ndryshime kushtetuese në të cilat nuk do të kem përfundim të qartë se do të fillojmë dhe përfundojmë procesin, derisa nuk kam garanca të qarta se nuk do të kemi më çështje bilaterale dhe identitare. Unë mund të mbështes vetëm një lloj të tillë të ndryshimeve kushtetuese, gjithçka tjetër nuk do ta mbështes asnjëherë. Duke komentuar non-paperin e propozuar nga presidenti francez dhe kancelari gjerman, Mickoski tha se ai dokument dhe ajo reform mundson mekanizma me të cilat vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë instrumentet e caktuara dhe ai në asnjë mënyrë nuk është në konflikt me zgjerimin. Тоа се два паралелни процеси. Ова е Do thot, këto janë dy procese paralele. Ky është një proces tjetër, ndërsa zgjerimi do të mbetet një proces tjetër. Takime më të shpeshta, të cilat nuk do të jenë në nivel të samiteve e Ballkanit Perëndimor 2 herë në vit, nga ajo që arritet të kuptoj, është se do të kemi takime të paktën 2 herë në muaj, që është mirë, sepse do të mundeni të bisedoni me njerëzit që vendosin dhe të krijoni politika dhe të ndërtoni ardhmërinë së bashku. Mickoski po ashtu tha se mesazhet që dhanë liderët evropian gjatë samitit BE Ballkani Perëndimor që u mbajt më 5 qershor në Tivat kanë qenë ndër mesazhet më të fuqishme që kur ka marrë detyrën e kryeministrit, të cilat sipas tij tregojnë se procesi i zgjerimit nuk ka përfunduar. Në konferencën ndërkombëtare ku promovua nisma e Shkupit, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe bëri thirrje për bashkimin e forcave progresive në Ballkanin Perëndimor përballë, si thaj, rritjes nacionalizmit, populizmit, krimit organizuar dhe politikave anti-europiane. Ai vlerësoi se forcat anti-europiane janë më të organizuara se më parë dhe po bashkëveprojnë me struktura nacionaliste, populiste dhe rrjete të krimit organizuar në kundërshtim të reformave dhe vlerave demokratike. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe në konferencën e sotme ndërkombëtare ku promovua nisma e Shkupit, bëri thirrje për bashkimin e forcave progresive nga rajoni në një luftë përbashkët kundër nacionalizmit, populizmit, krimit organizuar dhe politikave anti-europiane. Në fjalimin e tij hyrës, Filipçe theksoi se Ballkani Perëndimor ndodhet përpara një mundësie historike për ta përfunduar procesin e integrimit evropian, por edhe përballë një sfide serioze nga forcat që veprojnë kundër demokracisë dhe të ardhmes europiane të rajonit. Ai paralajmëroi se nacionalizmi, populizmi, krimi organizuar dhe ekstremizmi po veprojnë gjithnjë më shumë si një front i përbashkët kundër reformave dhe vlerave europiane. Filipçe theksoi se rrjetet kriminale dhe strukturat politike retrograde kanë interes të përbashkët për ta bllokuar përparimin e shteteve të rajonit. После вакви јасни недвусмислени пораки.
Veçanërisht shqetësues është bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet krimit organizuar dhe strukturave nacionaliste populiste. Rrjetet kriminale të mbrojtura nga elitat politike retrograde kanë më së shumti frikë nga reformat të sundimit të ligjit që sjell integrimi evropian. Filip që theksoi se pikrisht për këtë arsye nevojitet një reformë e re e lidhjes rajonale të forcave progresive përmes nismës së Shkupit. Kryetari i LSDM-s nënvizoi se sfidat me të cilat përballen shtetet e Ballkanit Perëndimor janë të përbashkëta dhe kërkojnë përgjigje të përbashkëta. Në nevojitet veprim konkret, në nevojitet solidaritet dhe mbështetje ndërsjellë, në nevojiten strategjitë përbashkëta, ndarje e njohurive dhe përpjekje të koordinuara. Për të mposhtur këtë koalicion të zi rajonal, duhet të përgjigjemi me unitet, vendosmëri dhe bashkëpunim afatgjat. Filip që theksoi se nuk ka alternativ tjetër përveç mbështetjes së ndërsjellë dhe veprimit përbashkët për ruajtjen e rrugës europiane, demokracisë dhe drejtësisë sociale në rajon. Numri 1 i ekzekutivit u ka bërë thirrje sot deputetëve që të mbështesin ligjin për përfaqësim drejt, i cili ka hyrë në procedurë parlamentare. Duke komentuar reagimet e opozitës, kryeministri Mickoski në lidhje me vendimin për badenter të vogël kritikoi opozitën se nuk janë të rregullt në kuvend. Kryeministri Kristian Mickoski duke komentuar paralajmërimet e opozitës për dorëzimin e amendamenteve pasi Komiteti për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive miratoi propozimin që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të miratohet me të ashtu quajturin badenter të vogël, ka kritikuar deputetët e opozitës se nuk janë prezent në seansa parlamentare. Ai tha se nuk ekziston badenter i vogël dhe i madh, por kjo nënkupton shumicë nga bashkësia, jo shumicë të deputetëve prezent. Të njëjtën e fundit të muajit kur vi në kuvend, kur ka pyetje deputetësh, kur u drejtohem deputetëve nga foltorja, ana e majt është e zbrazët. Opozita le të vinë në kuvend dhe t'i meritojnë pagat, nuk ka badenter të madh, të vogël. Ajo thot shumë deputetëve prezent që janë nga bashkësia, jo shumicë. Ai mëtej tha se mbështet ligjin për përfaqësim të drejtë dhe u bëri thirrje deputetëve që të votojnë atë. Ligji do të votohet me shumicë nga deputetët prezent, të cilët nuk janë pjesë e bashkësisë etnike shumicë. Kështu që nëse grupi parlamentar është opozitë dhe është i pakënaqur, nëse është në punë gjithkohës, mundet në atë mënyrë që të mos e votojë ligjin, por unë u bëj thirrje që të votojnë. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë vjen pas shfuqizimit të mekanizmit të balancuesit që për vite është përdorur gjatë punësimeve në sektorin publik. Ligji ndodhet në procedurë parlamentare në lexim të parë me procedurë të rregullt. Më shumë se 14.500 maturantë po nënshtrohen sot provimit të parë ekstern të maturës këtij viti. Bëhet fjalë për një lëndë zgjedhore, ndërsa provimi i detyrueshëm gjuhë anëtare dhe letërsi do të zhvillohet më 11 dhe 12 qershor. Këtë vit në përbutje me ndryshimet në ligjin për arsimin e mesëm, për herë të parë po zbatohet 3 lloje të provimeve të maturës: matura shtetërore profesionale dhe matura shtetërore artistike. 14.587 maturant sot japin provimin shtetëror të maturës për vitin shkollor 2025-2026. Ata sot po testohen në provimin e parë nga 2 provimet ekstern, gjuhë e huaj, matematik ose histori, varësisht nga lloji i maturës që kanë zgjedhur. Provimet po zhvillohen në shkollat ku janë siguruar të gjitha kushtet ligjore dhe organizative, ndërsa një pjesë e nxënësve me kërkesë të shkollave po i japin provimet në amfiteatrot e fakulteteve më të afërt. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, dhe drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve, Daniela Mihajlovska, vizituan Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, ku po japin provimin në nxënësit e shkollës Vasil Antevski Dren. Ministria Janevska theksoi se këtë vit matura po realizohet sipas një koncepti të ri, i cili mundëson një qasje më të drejtë në vlerësimin e nxënësve. Për herë të parë, matura shtetërore po zhvillohet sipas konceptit të ri, i cili parashikon maturë shtetërore, profesionale dhe artistike. Në këtë mënyrë, nxënësit do të testohen sipas përmbajtjeve mësimore që realisht i kanë studiuar gjatë arsimit të mesëm, gjë që përbën më shumë drejtësi dhe mundësi të barabarta për të gjithë maturantët.
Ajo informoi se lloji i maturës mund të zgjidhet edhe në varësi të asaj nëse dhe ku maturanti dëshiron të vazhdojë arsimin. Sipas saj, institucionet e arsimit të lartë që në fund të vitit të kaluar kanë njoftuar se me çfarë lloj mature një nxënës mund të regjistrohet në programet e tyre studimore. Drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve, Mihajlovska, informoi se nga numri i përgjithshëm i maturantëve të regjistruar, 12.184 janë paraqitur për maturën shtetërore, 2.276 nxënës për maturën profesionale shtetërore dhe 127 për maturën artistike shtetërore. Organizimi i maturës shtetërore sipas konceptit të ri kërkon angazhim më të madh. Por Qendra Shtetërore e Provimeve, në koordinim me Ministrinë dhe shkollat, do t'i përgjihet me sukses kësaj sfide, duke pasur në fokus interesat e nxënësve. Për zhvillimin e pandërprerë dhe të rregullt të maturës janë angazhuar rreth 2500 testues dhe 200 vëzhgues. Rezultatet do të publikohen jo më vonë se 1 muaj pas zhvillimit të provimit të dytë ekstern. Provimi i dytë ekstern nga gjuha amtare do të zhvillohet më 11 dhe 12 qershor. Në Institutin e Shëndetit Publik Shkup u hap qendra e parë e këshillimit psikologjik për fëmijë dhe adoleshent. Qëllimi i kësaj qendre është që profesionistët specializuar të punojnë me fëmijë, adoleshent dhe prindër dhe mësimdhënës për tejkalimin e sfidave emocionale, familjare dhe shkollare. Shërbimet do të jenë të qasshme përmes rekomandimit nga mjeku am dhe sistemit termini. Shëndeti mendor i fëmijëve dhe adoleshentëve po merr vëmendje më të madhe institucionale. Në Institutin e Shëndetit Publik, sot u inaugurua qendra e parë nacionale ditore për shëndet mendor, e cila do të ofrojë shërbime dhe mbështetje profesionale për fëmijët dhe adoleshentët në nivel shtetëror. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu theksoi se ky është një hap i rëndësishëm drejt afrimit të standardeve europiane në sistemin shëndetësor. Tani më bëhet realitet sot për fëmijët dhe për adoleshentët kemi një qendër e parë nacionale në nivel të shtetit, këtu e hapur, që do të menaxhohet nga instituti dhe që do të jep shërbime për të gjithë qytetarët. Por gjithashtu, në laboratorin mikrobiologjik futëm në përdorim një aparat i cili kushton 15 milion denar dhe i cili do të jep shërbime të cilët janë me standarde europiane. Por gjithashtu për fat keq, prej sot është në funksion dhe një aparat tjetër i cili kushton 11 milion denar, edhe i cili me vite nuk ka qenë në funksion të Institutit për Shëndet Publik. Ndërkaq, drejtoresha e institutit Maria Andonovska shpreh përgëzime për hapjen e kësaj qendre, si dhe shton se qëllimi i kësaj qendre është që profesionistë të specializuar të punojnë me fëmijë, adoleshent, prindër dhe mësimdhënës për tejkalimin e sfidave emocionale, familjare dhe shkollore. Sot patëm nderin që së bashku me mysafirët të hapin për herë të parë këshillimoren psikologjike për fëmijë dhe adoleshent, e cila është e vetmja e këtij lloji në shtet. Qëllimi është që profesionistë të specializuar të punojnë me fëmijë, adoleshent, prindër dhe mësimdhënës për tejkalimin e sfidave emocionale, familjare dhe shkollore. Do të zhvillohen biseda dhe do të jepen udhëzime. Shërbimet do të jenë të qasshme përmes rekomandimit nga mjeku am dhe sistemit termini im, duke u mundësuar qytetarëve të marrin mbështetje psikologjike në kuadër të shëndetësisë publike. E gjithë rruga nga Saraj deri në fshatin Rashqe është shndruar në deponit pafund me mbeturinë. Kryetari i komunës Mohamed Elmazi thotë se në bashkëpunim me policinë ndërmerren masa ndëshkuese për gjithë ata që hedhin mbeturinën në hapësira publike. Ai po ashtu tha se së shpejti në këtë zonë do të nisë ndërtimi i objekteve për industri të lehtë dhe me këtë hap do të zgjidhet edhe përfundimisht ky problem. Kjo është fotografia që në përditshmëri e shohin qytetarët e komunës së Sarajit, të cilët për nevojat e tyre udhtojnë në rrugën që e lidh Sarajin me fshatin Raqe. Se kur do të zgjidhet ky problem, televizioni Shenja e pyeti kreun e komunës së Sarajit Muhamet Elmazi, i cili tha se komuna nuk qëndron duar kryq dhe punon në vazhdimsi për menjanimin e këtij problemi. Tha se në bashkëpunim me policinë ndërmerren edhe masa ndëshkuese për të gjithë ata që hedhin mbeturina në hapësirat publike. Inspektorati komunal edhe ai i qytetit Shkupit bën punën e tyre për çdo ditë
dhe ka raste të cilat janë të denoncuara, ka raste të cilat kanë përfunduar në polici. Duke marrë parasysh se është zonë industriale, Elmazi jep një sihariq, duke thënë se ndërtimi i objekteve për industri të lehtë, që pritet të fillojë së shpejti, në këtë zonë do të zgjukë mbeturinat dhe ky problem do t'i takojë të kaluarës. Po, sihariqi më i madh tek kësaj pjese është se për shpejt kohë fillohet ajo pjesë është zonë industriale, është e kategorisë të industrisë së lehtë dhe gjithë ato investitorë të cilat kanë toka private, për shpejt kohë do fillojnë me ndërtime dhe kjo do t'i takojë të kaluarës. Kjo nuk është hera e parë që televizioni Shenja raporton për problemet me deponit ilegale në Saraj dhe jo vetëm. Për deponit ilegale, javë më parë foli në debat në Shenja edhe Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muhamet Hoxha, i cili deklaroi se zgjidhja e këtij problemi janë qendrat rajonale për grumbullim të mbeturinave. Vazhdojmë me lajmet, ashtu siç ishte parashikuar, protesta kundër ndërtimeve në Nardë dhe Zvënec janë shtrirë dhe në diaspor. Këtë të shtunë qindra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali kanë mbushur sheshin kryesor të Milanos. Me flamë kyqezi dhe pankarta në duar, thira kryesore ka qenë Shqipëria nuk shitet. Po sot është parashikuar një tubim edhe në Firenze, Vlorë, Londër, Washington, New York, Vjenë, Rom, Toronto, Athinë dhe Frankfurt. Ndërsa në Shqipëri, protesta ka vazhduar në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër. Protestat kanë nisur disa ditë më parë në Zvënec, ku incidenti shkaktuar nga roja private që tërhoqi zvarr një qytetar, solli reagime të ashpra dhe organizim të tubimeve, të cilat kanë qenë të përditshme në Tiranë. Në Kosovë zhvillohet këtë të diel zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të tretat me radhë brenda 16 muajve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka bërë ditur se në garë zgjedhore janë 23 parti politike dhe 3 koalicione parazgjedhore. Partia fituese e zgjedhjeve të fundit vetëvendosje garon në koalicion me 3 parti të vogla, Guzo, Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane. Parti tjera kryesore shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës garojnë të vetme në zgjedhje. E vetme në zgjedhje garon edhe lista sërbska, që është partia më madhe e serbëve të Kosovës, që e ka mbështeten edhe të Beogradi zyrtar. Sipas listës votuesve tashmë të miratuar nga KQZ-ja, të drejtë vote kanë mbi 2 milion qytetarë, përfshirë edhe ata që jetojnë jashtë Kosovës. Procesi zgjedhor brenda vendit do zhvillohet në 949 qendra votimi, megjithëse 2550 pika votimi. Procesi zgjedhor jashtë vendit, përveç votimit me postë, i cili ka filluar një javë më parë, organizohet në 30 përfaqësi diplomatike. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit njoftoi se ka goditur baza armike në Kuvajt dhe Bahrein pasi drona amerikan sulmuan objektiva në territorin iranian. Sipas agjencisë gjysmë zyrtare të lajmeve, forca hapësinore e IRGC-s goditi me raketa balistike bazën aerore Ali El Salem në Kuvajt dhe objekte kyçe të flotës 5 të marinës amerikane në Bahrein. IRGC-ja tha se sulmet erdhën si përgjigje ndaj sulmeve me dron amerikan dhe një kule telekomunikacioni në ishullin Keshm dhe një kule në Sirik. Ajo paralajmëroi se çdo agresion i mëtejshëm do sjellë përgjigje që do të shkojë përtej sulmeve të kufizuara, përfshirë mbylljen e plot ngushtisës së Hormuzit për transportin e naftës dhe gazit, gjë që ka tronditur tregjet globale të energjisë dhe ka ngritur shqetësime për dëmet të zgjatura ekonomike. Zyra e Kombeve të Bashkuara për çështjeve humanitare ka paralajmëruar se të paktën 1.4 milion njerëz në gjithë Libanin janë prekur drejt për drejt nga sulmet izraelite dhe tani kanë nevojë të menjëhershme për ndihmë emergjente. Kjo shifër përfaqëson rreth 1/4 e popullsisë së vendit. Sipas deklaratës OCHA-s, partnerët e saj kanë arritur të ndihmojnë më shumë se 680.000 njerëz me të paktën një formë ndihme gjatë periudhës nga 2 marsi deri më 31 maj të këtij viti. Megjithatë, agjencia thekson se nevojat humanitare po rriten çdo ditë dhe po i kalojnë kapacitetet aktuale të përgjigjes. Për zgjatur ndihmën deri në fund të gushtit, OKB-ja dhe partnerët e saj kërkojnë financim shtesë prej 331.5 milion dollarësh. Imran Riza, koordinator humanitar i OKB-s në Liban, tha se nevojat humanitare po rriten me çdo ditë të konfliktit
konfliktit. Puna jon fatkeqësisht është larg nga mbarimi, na duhet financim. Ai theksoi se njerëzit e prekur po shterojnë kapacitetet e tyre të mbijetesës, ndërsa shërbimet thelbësore si shëndetësia, uji dhe strehimi janë nën presion të madh. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje të vetë.